Në panelin tim janë bashkuar disa të ftuar të tjerë dhe ata janë pikërisht Disola Arapi, psikoterapiste, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirgit Vataj, kryetari i Urdhrit të Punojësve Social, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Dhe Eni Mudhameti, menaxhere marketingu, mirë se erdhe. Eni, në fakt arsyeja pse ne vazhdojmë të flasim këtu në këto momente është pikërisht fakti që këta Gen Z nuk kanë frikë të flasin për anktet e tyre dhe ndryshe nga brezi jon, që e kishim kaq të vështirë të pranonim që kishim nevojë për ndihmë, këta nuk e kanë fare problem, përkundrazi janë të hapur, karshie i këshillimeve, psikologëve, psikoterapeutëve, pra është bërë pjesë organike e jetës së tyre dhe nuk është më tabu që ata të flasin dhe të ndërtojnë një qasje më të thjeshtë përballë problemeve me cilat përballen. Sigurisht kjo është edhe e mirë edhe e keqe, fakti që kuptojnë që ka kaq shumë ankth dhe kaq shumë pasiguri, sigurisht lidhet me një brez i cili rritet në një botë ku errësira, nëse do ta mund ta personifikoja, ta thosha kështu, është pak më e madhe, pra ai ankthi nga gjërat që të vijnë, impresioni i gjërave që të rrethojnë. Kështu që ja ku jemi, besoj që ju përballeni gjithnjë e më tepër me raste që vijnë nga shkollat, me raste që vijnë nga vetë të rinj protagonist, me raste që vijnë nga prindrit që duan të sillen, por ata vetë nuk kuptojnë se me çfarë përballen. Pra janë një seri gjërash të ndryshme që lidhen. Ka ndryshuar dinamikat shumë, por fakti është që ndoshta për pjesën e lirshmërisë që edhe ti sapo e the, ka të bëjë me faktin që duhet të jenë pak mirënjohës ndaj gjeneratës millennials. Po pse? Për ne është më vështirë për të folur për shëndetin mendor. Ne ishim interlokutorët mes dy brezave, sepse për ne ishte stigma, ishte paragjykimi, ishte presioni i familjes që ne do të jemi gjatë gjithë kohës të fortë, pra nuk duhet shfaqim pjesën emocionale, më të ndrydhur, dhe ishim ne të parët që filluam të binim në kontakt me nevojën për të folur me një specialist. Pra filluam të ashtronim dal nga dal rrugën, për të arritur aty ku është Gen Z-ja që janë shumë të lirshëm për të shprehur, për të folur për çështjet e ankthit, për të kërkuar ndihmë. Por ka një karakteristikë shumë veçantë, cilët Gen Z-ja janë akoma në kërkim të pozicionit tyre në botë. Ashtu, ku janë të vendosur, dhe për këtë arsye janë në një lëvizje me energji shumë të madhe, me një presion shumë të madhe informacioni, për të kuptuar dhe se ku janë, dhe në këtë mënyrë kanë më të lehtë për të kërkuar dhe ndihmën për të kuptuar dhe veten e tyre. E qartë. Por që realisht, pra është kjo pjesa që tashmë jemi pak më të ndërgjegjësuar për nevojën për të folur për çështjet e shëndetit mendor. Nuk është turp të kërkosh ndihmë, edhe kur ke probleme me ankthin, kur ke probleme me depresionin, kur nuk ndihesh mirë me veten tënde, pra nuk është më pjesa e turpit, por gjithnjë them që jemi ne të parët, pra brezi ynë, që tentuam që të thynim pak të pjesën e stigmës, paragjykimit dhe nevojës për të folur. Pak shumë pak, se ne kur kishim kështu lëshimesh na thoshin mblidh veten tani. Eksakt, por kishte presioni familjes, ishte presioni social shumë i madh. Mblidh veten, pra ne mund të jemi vetmi popull në botë i cili nuk të lë të mbash zi kur ti ke një humbje të madhe. Vjen dikush dhe të thotë mos qaj tani. Mblidhe veten. Dhe kjo është gjëja më e rëndë që ti mund përjetosh presioni i madh dhe të mos e lejosh veten që të kesh dobësi. Secili prej nesh, dhe për ta mbyllur se secili prej nesh ka nevojë që të bie në kontakt me emocionet e veta. Dhe momentin që ti nuk ke lirshmërinë dhe hapësirën për të shprehur emocionet, qoftë të zis, dhe aq më tepër momentet kur ti nuk ndihesh mirë, ose ne themi për zinë, për probleme që mund ndeshim, presioni akademik në shkollë që nuk duhet ta shprehim, por duhet ta zbatojmë. Dhe në këtë moment duke përballur me këtë presion, duke ndrydhur emocionet, ne nuk biem kontakt me veten. Pra atë Gen Z ndoshta bie më shumë kontakt me veten dhe janë më të lirshëm për të shprehur në aspektin emocional për situata që ata përjetojnë çdo ditë. Mirë, ne kemi për gati një insert, të cilin do ta ndjekim dhe do të vazhdojmë bisedën në studio. Ta ndjekim. Për brezin e milenialve, dhimbja duhej duruar në heshtje. Ndihma nuk kërkohej, sepse kështu është jeta dhe duhet të jesh i fortë. Kështu, milenialët u rritën me idenë se ndjenjat mbahen brenda dhe se shëndeti mendor është diçka që nuk përmendet, një tabu e heshtur që ndonjëherë rëndonte më shumë se vetë problemi. Por një brez i ri po rritet ndryshe. Gjenerata Z flet për ankthin, depresionin, terapin, lodhjen dhe emocionet, jo si dobësi, por si pjesë e natyrshme e jetës. Ata nuk kanë frikë të thonë nuk jam mirë dhe nuk turpërohen të kërkojnë ndihmë.
Në rrjetet sociale, në grupe miq apo në publik, ata I japin zë emocioneve, hapin tema që më përpara ishin të mbyllura. A është kjo një shenjë dobësie apo emancipim emocional? Apo bëhet shëndeti mendor trend apo më në fund prioritet? Dhe pse për një brez ishte turp të kërkojë ndihmë, ndërsa për tjetrin është normalitet? Sot në studio flasim për këtë ndryshim të madh brezash, një debat që shkon përtej modës dhe hap një dritare te vetja, tek ajo që ndjejmë, por jo gjithmonë dim si ta themi. Disola, pse mendon që për millennials është ende tabu për të folur për problemet mendore? Ndërkohë që për Gen Z është tashmë një realitet I përditshëm. Ne folëm pak më parë këtu, Fiona po thoshte që ata përballen shumë shpesh me probleme të ankthit dhe është një nga, po themi, fenomenet më të dallueshme të gjeneratës së tyre. Gjenerata e parë patjetër që ka problematika të shëndetit mendor ashtu siç ka edhe gjenerata Z. Ankthi, depresioni janë problematika të cilat kanë qenë edhe më përpara. Por mënyra se si shfaqim, intensiteti që I shfaqim, mënyra se si përçojmë tek tjetri, tek të tjerët, patjetër që ndryshon nga gjenerata në gjenerat. Dhe gjenerata millennial, atë që ne thamë që ishte fakti I ndrydhjes që I bëjmë kultura, në kulturën tonë, patjetër që duhet të mos shfaqen emocionet, ndërsa te gjenerata Z sigurisht që kanë lindur me telefonët dorë dhe duke lindur me telefonët dorë, patjetër që problematikat e shëndetit të tyre mendor shtohen, por edhe raportohen më tepër. Kemi rastet ku në shkolla, patjetër që ka filluar pjesa e edukimit të tyre emocional, pra fokusi është më tepër tek emocionet dhe I ua bën më të thjeshtë atyre të shfaqin botën e tyre të brendshme, pra e identifikojnë se çfarë kanë. Në rastin nëse më përpara për hir të ti kishe një ndarje, një problematik çfarëdo dhe ti përjetoje një problematik të shëndetit mendor, ankth, depresion, ti nuk e interpretoje si të tillë. Kam një stres që po e kaloje në heshtje dhe gradualisht ti duhet ta kaloje me veten, pa e shfaqur tek të tjerët. Ndërsa gjenerata Z sot po edukohet edhe nga mediat, nga rrjetet sociale që un kam ankth, kam stres, po përjetoj bullizëm dhe shfaqe këtë, tregoje. Por edhe rasti që duke qenë se në rrjetet sociale ata I frekuentojnë më tepër dhe personazhet publik sot po flasin hapur në lidhje me stresin dhe ankthin. I bëjnë ata që patjetër të jenë më të lirshëm dhe ta flasin atë. Megjithatë, unë dua të kuptoj, mos është ky një risk I madh, sepse duke dëgjuar shumë dhe duke parë shumë online dhe duke u bërë vetë mjek për të përcaktuar simptomat e tyre, dhe ndjesitë e ankthit ju janë shtuar, që do të thotë, mua më kujtohet rasti një mikeshës time e cila vajzën e ka adoleshente, sigurisht ndoshta jo tamam Gen Z, pak më e vogël, megjithatë, ajo po më thoshte që nuk po e kuptoj se çfarë ka krijuar panik attacks, do me thënë, ataq paniku, të cilat lidhen me vëmendjen që duhet t'i japin prindrit atyre, pra nuk pranonte më të flinte, në thelb nuk ishte asgjë, kishin takuar, e vetmja gjë që kërkonte ishte që unë mendoj që mamaja ime nuk kalon shumë kohë me mua dhe kam nevojë për të. Kush janë ankthi, po themi, problemet me të cilat ju lidhni më shumë ankthin tuaj këto kohë? Kanë të bëjnë me profesionin, kanë të bëjnë me familjen tuaj, pra duke qenë se, apo kanë të bëjnë me shoqërinë, me mënyrën se si gjykoheni, se si shiheni, se si përjetoheni. Se Fiona ti e preke pak më parë dhe dua të di. Po, fillimisht do them që po, është e vërtet që Gen Z e ka më të lehtë për ta identifikuar ankthin, sepse është e vërtet që flitet më shumë, I jepet më shumë vëmendje se sa në brezat e mëparshëm. Për sa I përket arsyeve të ankthit, me thënë të drejtën vin nga shkaqe të përditshmërisë, ndoshta nga presioni akademik, nga frika për të ardhmen. Nga perfeksionizmi, pra. Po, siç e thash dhe më përpara, është fakti që ne përballemi me një treg tani, jo vetëm atë të vendit ton, por edhe ndërkombëtar, pra janë këto frikrat më shumë të pjesës karrierës, të pjesës së shkollës, por gjithashtu nuk duhet lë pa përmendur edhe faktin e mediave sociale. Neve shqetësohemi, mendoj unë, edhe për profilin ton social, atë çfarë shfaqet në mediat sociale. Ilda, është një burim ankthi edhe marrëdhënia intime në gjeneratën Z, a keni ju siguri tek partneri? Shiko, unë mendoj që, si që përmendën dhe Fiona, rrjetet sociale fusin hundët kudo.
Dhe mendoj edhe të pasurit një partner, ne po flasë në gjuhën, si që ne flasim, ne direkt hymë shikojmë kë po ndjek, kë bëbon like, qa po bën, etjerë. Për të mos e diagnostifikuar. Momentin që ti e ke më të, le të themi, më të gatshëm informacionin për partnerin tënë, sigurisht që kjo të bën edhe më merak edhe ti fillon edhe kërkon gjërat që në fund të ditës nuk janë fare të shëndetshme as për t'i ditur, as për t'i kërkuar. Pra ne jemi... Pra ti ndërton një ide në kokë? Eksakt. Sepse ndërton për shkak se shikon ashtu, por në të vërtet nuk e kupton. Fjodor, përpara se të vija këtu, më doli rastisht një artikull që po thoshte për marketingun, si po ndërtohet marketingu tani në lidhje me gjeneratën Z. Do me thënë, ka filluar që dhe, do me thënë, më të mdhenjë botror të marketingut, ta drejtojnë për të tërhequr gjeneratën Z nuk marrin më marrëdhënien si fokus, pra marrin më tepër marrëdhëniet miqësore ose marrëdhëniet platonike, sepse duke qenë se qëndrojnë shumë në rrjete sociale dhe kështu nuk i kushtojnë më tepër vëmendje partnerëve, nuk kanë lidhje, nuk krijojnë më lidhje, raporte personale, janë sapo vetë dhe po zbehet. Dhe çfarë bën si të tërhiqet gjenerata Z? Tërhiqet nëpërmjet marrëdhënieve miqësore apo platonike të krijuara, kështu që Eni, si mund të, po themi, manipulojmë nga ana e marketingut pikërisht të ankth të gjeneratës Z për ta kthyer në funksion të asaj që është një produkt për të shitur? Aktualisht çdo produkt është i shitshëm. Pra ne marrim informacione nga kanale të ndryshme, marrim informacione në forma të ndryshme. Çdo gjë në stadin në cilin e jemi është e shitshme, në një formë apo në një tjetër. Anti-marketingu është marketingu më i mirë i mundshëm. Pra ajo gjë që bëhet më shumë anti-marketing, ajo do shitet më tepër. Kjo çon pastaj edhe në të paktën për ne si brez në rënien e vëmendjes. Ne kemi do shohim të rinj që bëjnë scroll gjatë gjithë kohës dhe nuk kanë një vëmendje për të ndjekur një informacion nga fillimi deri në fund. Kjo gjë edhe në punën që unë bëj, në bizneset që unë kryesisht me të cilat bashkëpunojmë, na ndodh shumë shpesh që të kemi 3 sekondat e para të videos duhet jenë të kapshme për publikun sepse ndiqen nga një gjeneratë e cila nuk e merr informacionin deri në fund. Pra ne përtojmë të marrim informacionin deri në fund. Kjo gjë vjen nga rrjetet sociale, por nuk besoj se është tamam nga rrjetet sociale. Ne kërkojmë tek rrjetet sociale një shok që ndoshta nuk e gjejmë në përditshmërinë tonë. Duke qenë se jeta është bërë shumë e shpejt, shohim që edhe miqësit largohen, zakonisht ne themi në botën e të rriturit. Një buton edhe ja mbyllet dritaren shokut iku. Në botën e të mërzit, ti s'do e marrësh vesh kur çka ka përjetuar ai. E vërtet. Në botën e të rriturve apo në botën adulte, ne jemi më tepër, duhet të lëmë takime me kalendar në kohën në të cilën ne aktualisht po jetojmë, dhe shohim ndodh kjo, pasojë e kësaj, shkojmë tek të paturit gjërat më tepër të marketueshme dhe gjejmë mikun, shokun tek rrjeti social, tek ai komunikimi më të shkruar dhe harrojmë të dëgjojmë zërin, harrojmë të dëgjojmë të gjejmë forma të ndryshme për të krijuar marrëdhënie, aktivitete dhe kjo gjë ndodh edhe në intimitet, ndodh edhe me shoqërinë, ndodh edhe në punë. Reaktimi i madh që kanë këta të rinjtë sotëm është të përjashtojnë nga grupi i chatit të shokëve. Do me thëmë, përjetojnë një panik të frikshëm, sepse... Një të kërcitur gishtash edhe jashtë. Sepse marrëdhëniet virtuale tashmë prevalojnë mbi marrëdhëniet reale dhe direkte që ne krijojmë me njerëzit. Dhe sigurisht që edhe komunikimet virtuale dhe dëshira, nuk është vetëm frika se po të përjashtoj nga grupi, por frika më madhe kur përjashtosh nga grupi është që a do komentohem, a do thuhet diçka për mua, se si do reagojnë pjesa tjetër. Pra dhe frika më madhe dhe objektivi më i madh i Gen Z është më shumë për të dukur se sa realisht për të qenë. Pra është kjo gara që ti të dukesh mirë, të dukesh perfekt, presioni për të qenë i pëlqyeshëm për gjithë, gara që ndodhë që ti do t'jesh i pëlqyeshëm në rrjetet sociale, ti nuk matesh tashmë me kapacitetin tënd akademik dhe intelektual, por me kapacitetin tënd të pëlqimeve që ti ke në rrjetet sociale, të një kontenti që ti krijon dhe sa pëlqime merr, apo se sa njerëz të ndjekin, apo se sa njerëz të komentojnë. Dhe frika për të qenë i komentuar nga tjerët, pra dhe me një koment që ti mund ta bësh në rrjetet sociale, përhapet shumë shpejt ndryshe nga ne, kur komentet ishin shumë herë më të lokalizuara, ishin drejt për drejta. Tashmë edhe shumica aktiviteteve po ndodh online, dhe sidomos edhe pas periudhës pandemisë, por edhe me zhvillimet e fundit teknologjike, dhe është e nevojshme për të qenë, jo vetëm për të qenë pjesë e një grupi, por për të patur në kontroll mendimit e tjerëve ndaj teje. Pra kjo është presioni shumë i madh që Gen Z ka,
që çfarë perceptimi kanë të tjerët ndaj meje dhe në këtë mënyrë krijon dhe identitetin e tyre. Dhe kjo është më tepër, pra për të patur në kontroll pjesën se çfarë diskuton grupi, unë nuk jam prezent dhe a jam unë target apo objektivi bisedave të grupit apo nuk jam. Për momentin. Nuk kam emocione. Elios, kjo frika nga perfekcionizmi, a mund të jetë një burim ankthi ti je sigurisht student mjekësie dhe presioni aty është shumë i lartë dhe sigurisht është shumë e rëndësishme që të dëshmosh veten. Dhe tani modele kemi pa fund, ti hap telefonin dhe shikon vetëm mjek të jashtëzakonshëm, raste të jashtëzakonshme, serialet janë të mbushura me mjek wow, e kupton? A është një presion i madh ky për gjeneratën tuaj dhe a mund të krijojë ankth kjo? Kur jeti përpara provimeve apo po themi në raporte në shkollë, kush është ankthi jot më i madh? E pikërisht, ajo që do të thekja më shumë ti është se brezi jonë të paktën vuan nga një infantilizëm i theksuar. Edhe kryesisht infantilizëm ndaj rrjeteve sociale, ndaj perfeksionizmit që na paraqitet. Shikojmë që trendet e sotshme bazohen në bazë të paktën pëlqimet, merren në bazë të atyre që janë sa më perfeksioniste. Gjëja që duhet më shumë është ajo gjë që është e bukur. Është ajo gjë që serviret e gatshme dhe duket relativisht e lehtë. Por askush nuk e paraqitet rrugën që duhet për të kaluar. Brezi jonë përballet me barierat theksuara sociale që janë kryesisht produkti i këtyre rrjetave, e them realisht, rrjetave sociale, sepse tentojnë që të fusin në një vorbull të caktuar dhe të krijojnë limite në mendjen tënde që realisht në jetën reale ndoshta nuk janë aq evidente. Ne harrojmë të themi sepse pavarësisht sepse rrjetet më saktë pajisje teknologjike na kanë afruar aq shumë me njëri tjetrin, aq sa ne mund të komunikojmë duke përdorur thjesht një mesazh përveç ekranit të telefonit, harrojmë që distanca e vërtetë është thjesht muri dhe mos ngjitur. Pra kjo distancë e realizuar pikërisht ndaj këtyre mjeteve, mendoj se e ka futur brezin tonë në një ankth. Ankth i cili është shumë vështirë për të dalë dhe është aq shumë vështirë, duke qenë se nuk kuptohet mirë, është vështirë që t'i jepet një zgjidhje. E kuptoj. Tani kemi pyetje të fundit, nuk e di dikush nga ju të dy duhet më përgjigjet, për qenë se jemi te pjesa e terapisë dhe po themi kujdesit mendor. A jemi ne gati t'i kuptojmë me të vërtet dhe t'i ndihmojmë në këtë luftë të tyren brezin e Gen Z-s? Flas edhe si psikoterapeut, edhe si prindër, edhe si shoqëri. A i kuptojmë ne do të deri në fund? Sigurisht është e vështirë, mendoj unë, për t'i kuptuar plotësisht. Patjetër që zgjidhje ka. Domethënë, ne lind fëmia që në momentet e para me telefon shikon video, bumin e informacionit që merr e ka jashtë kapacitetit mendor. Fillon të rritet, shikon gradualisht video të tjera, të vogla, dhe pastaj fillon rritet gradualisht dhe i bën një gjë normale. Dhe sigurisht që do ketë ankth, do ketë izolim social, sepse ti je ndan, ti shkëputesh, ti je njëri në dhomën tjetër dhe njëri në dhomën tjetër dhe nuk ka bashkëpunim ndërveprim. Kur kemi qenë ne në kohën tonë, patjetër që ne dilnim dhe luajmë, ne kishim emocione të gjalla dhe reale. Do të thënë ti dilje në lagje, dilje luaje në shkollë, bashkëpunojmë me ta, ndërsa sot, po ta shikosh gjeneratën Z, shumica edhe nëse janë në kafe, janë në telefon. Çfarë mund të bëjmë ne për ta? Patjetër që mund të ndihmojmë, do thuash që nuk e shkëputim dot plotësisht nga rrjetet sociale. Por sigurisht që mund të ndihmojmë fëmijët duke shkuar, duke i bërë aktivitete të cilat ata kanë më tepër kënaqësi, duke regjistruar në sporte, sot nuk luajnë fëmijët sporte. Do thua relativisht. Unë mendoj që mund t'ja dalim. Mund t'ja dalim. Mirgit, shkurt të lutem se jemi. Duhet jemi gati. Gjenerata Z është ajo gjeneratës së ardhshmës për cilën do reflektojnë. Nëse ne do krijojmë një parajs, do jenë ëngjit. Nëse ne do krijojmë një ferr, ata do jenë djajt. Pra, është detyra jona dhe është me patjetër që të ofrojmë gjithë kujdesin e duhur për aspektet, sidomos për çështjet e shëndetit mendor, por edhe për aspektet të çështjeve sociale dhe aktiviteteve sociale që ndjekin sot. Enis, si e shehti këtë gjë? Unë e shoh që duhet jemi një brez jo kaq i gjykuar sa që jemi, sepse nëse ne gjykojmë sot, ne do të gjykojmë brezat e tjerë që do të vinë dhe do të shkojnë në një formë të tillë që do të mbesim në të njëjtën cikël vicioz në cilin kemi mbetur apo në cilin jemi. Uroj që të shihen disa të mira të vogla që ne kemi, që ndoshta do të ndihmojnë edhe brezat e tjerë që kanë qenë përpara nesh, por mund të jenë suport shumë i mirë te për brezat e tjerë që do vinë. Kështu që do doja që nga pjesa e millennials të mos gjykoheshim kaq shumë, saqë
në gjykojnë. Është projekcion, do ke gjithmonë luftë brezdash. Ka gjithmonë një luftë, e ceka pak, po është thjesht... Dhe do ke gjithmonë luftë brezdash. Mirë, gjithsesi. Këtë për ta mbyllur me shakallë me pozitivitet. Edhe unë ju falenderoj shumë që ishit të tre ju dhe ju uroj shumë suksese. Shiko, ambicia juaj është shumë e bukur gjithsesi, pavarësisht se ne shohim dhe vrejmë gjërat të cilat janë krejtësisht ndryshe nga mënyra se si ne kemi përjetuar rinin ton. Sfidat tuaja mund të jenë edhe më të vështira se tonat. Kështu që unë ju uroj me zemër suksese dhe padyshim të jeni përfaqësuesit më të mirë të kësaj gjenerate që tek e fundit shkon komplet me një hap tjetër drejt qasjes moderne sot. Ne jemi një brez që kemi luftuar që ju të jeni këtu sot, shpresoj, dhe uroj me zemër që të keni sukses. Faleminderit dhe ju që ishit me mua. Ishte kënaqësi. Do shkojmë në hapësirë publicitare, do të vim tek një e ftuar e fundit që është pikërisht pjesë e festivalit të 64 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Kthehemi pas pak.